Mbrëma, ja ku jemi prapë së bashku në këtë video dhe kjo video sot besoj se do jetë bëri telefoni bësh. Ja ku jemi prapë së bashku në këtë video të radhës dhe në këtë video që kanë kombinuar dritat me këtë. Tani burare. Se po mendoja që në gjyre t'i bëja dritat LED, kam dal kastile këtu që t'ju tregoj edhe juve këto. Se po meri mesazh, po nejse. Kullash. E si që po ju thoja, këto dritat LED i kam marrë në Amazon para 3 ditësh. Edhe kanë qenë në ofertë 23 euro, ishin 10 metra. Dhe i kam vënë rreth e për qark dhomës. I vura bashkë me Elën. Edhe janë me ngjyra të ndryshme, ngjyrat i kanë këtu. Por më pëlqen kjo bluja. Tani, unë kam marrë këtë blokun, edhe si që patë edhe ju nga titulli videos, unë do marrë Angelon në pyetje për 7 zanin time dhe ai është i pa përgatitur sepse nuk i di pyetjet e mia, unë i kam shkruar këtu dhe blokun e kam marrë, e kam bajt me vete sot. Edhe tani do t'i lexoj të gjitha pyetjet atij, që janë 10 pyetje, edhe ai do kthej përgjigje. Ndërkohë Angelo është në prapasken, por po dal vetëm unë këtu në kamerë. Përshëndetje të gjithë. Përshëndetje të gjithë njerëzit e mi të dashur që shikoni videot e gruas time. Po. Po. Okej, po filloj pra. Prit, ku i kam? Se kam shkruar shumë sa shkrim bukur që ka. Ba, ma shif shkrimin se ti e ke qef. Se babi më komplimenton të gjithmonë se kam shkrimin e bukur. Lexoni gjë ju. Se ta gjej pak se kam shkruar të gjitha idetë për video që kam dhe do bëj, dhe disa i kam bërë dhe i kam bërë me kryq. Ja i gjeta. Atëherë, pyetja e parë për ty. Sa javësh është bebushi tani? Momentalisht tani që po flasim. 28. Jo, e dua kështu të saktë me javë dhe me ditë. Po! 28 e 3 ditë. Na nderoj me këtë përgjigje. A do thuash dhe ndonjë gjë tjetër për herë të fundit, po ta fal herën e parë. Thuaj herën e fundit shpejt. 27 e 6 ditë. Ja. 27 e 3 ditë. E shtyte me një javë. Si ka bërë mirë llogarit. S'kajtë. Mendoj se i këtë më shpejt nga chicken. Po. Po filloj me pyetjen e dytë. Pra pyetja është cili është ushqimi i preferuar në 7 zani? Ti, mashallah, i ke ngrënë gjitha gjallërat, po byreku mendoj se të pëlqen shumë, edhe perimet që am shumë. Po. Unë kam qef të gjitha perimet. Në gjellë, sigurisht. Dhe të zjera. Vazhdoj me pyetjen e tretë. Çfarë është një gjë që do haja gjithë 7 zanin time? Mos më shgënje këtu. Mos më shgënje. Vezë të mëngjes. Vezë? Po unë kam 2 ditë pa ngrënë vezë, po më pëlqejnë më. Po pse gjenje që pa mëngjes e më bashkë? Vezë u po ngra çfarë mëngjes? Harova. Po nuk është veza, kujtohu, po t'jap dhe një shans. Byreku. Po jo pra i po byreku. Byreku dhe Ila që na bën gjithmonë byrek. E përshëndesim. Këto përshëndet se këto të ngrëm shumë, prandaj. Që ke ngrëm për ditë. A çan blen mua ti kur mbarojnë ato dhe thua të kam sjell një surprizë dhe ma nxjerr kështu? Herën e fundit para disa ditësh? Ma solli me qese. A, ollinj. Po pra, ollinj do t'i haja gjithë 7 zanin time dhe nuk do më mërzitesh. E gjete po qik me ndima. Po në cita gjeta. Po. Pyetja e 4. Si e mësove që do bëhesh baba? Ishim me 2 miqë që kishin ardhur për të na vizituar këtu në Ibiza dhe ata janë çift
edhe... Ngri pak zërin se ndoshta nuk dëgjohesh mirë. Ndërkohë që unë porria poshtë me... Atë ti them emrat apo ja? Ti mbajmë anonime mirë Jo, se... mos i tregoj emrat më Okej. mirë, i përshëndesim kudo që janë, dhe pse dim ku janë, i Teksa përshëndesim. ne çunat porrinin poshtë, ju e morët vesh lart bërtitës, tham ç'a ndodhi. Isha unë me shoqen time dhe shoqja ishte me të dashurin e vet. Po. Dhe i dashuri po rrinte me Anxhelon, pra po rrinin bashkë dhe ne ishim bashkë me shoqen lart tek dhoma dhe vazhdo t'rrego. Po, edhe pastaj zbritët poshtë të dyja dhe ma tregove që ishe shtatzan. I kam treguar Tregoj direkt te- testin e shtatzanis Anxhelos, erdha dhe ja tregova kështu. Të doja që po t'isha dhe një herë të më jepte Zoti kohën mbrapsht, të doja t'i bëja një surprizë të bukur, por më kapën emocionet, fillova me të qarë edhe doja ta ndaja direkt punë sekondash me Anxhelon edhe thjesht shkova dhe ja dhash testin kështu. Na merë, ta këzosh. Po, dhe Anxhelo e mori edhe ja bërë jo, edhe qishi dhe më përqafoj fort pastaj. Ishte një surprizë e bukur për të dy. Tani, shkojmë tek pyetja e 5. Cili është momenti më i bukur gjatë gjithë shtatzanisë time për ty? Momenti më i bukur për ty apo për mua? Për ty, se jam A, pyetjet për për mua. ty. Për mua e di unë, po besoj se i njëjti është. Momenti më i bukur i shtatzanisë. Normale, kur bëm gender reveal-in që ishim me Kalakonte, dhe morëm vesh që ishte çurn. Sepse në dy e donim që t'ishte çurn. Nuk e di pse, po ne si prindër shqiptar, Anxhelo si babat shqiptar, që duan fëmijën e parë e duan djalë. Po dhe mua më kishte fiksuar që e dua çun, edhe unë e doja patjetër çun. Do me thënë, të dy ne ishim, e donim çun me se s'bën. Po ti po se gjithmonë që ja kam gocë, e kam gocë. Po thoja kam Ndrove gocë mendja pastaj, rrugës. sepse duke parë barkun dhe formën e barkut sipas të thënave që thonë në YouTube apo në Instagram, kam parë që thonë që forma e barkut që kam unë është gocë. Dhe unë fillova të thosha është gocë. Kurse Anxhelo nuk hoqi dorë kur dhe thoshte është çun edhe boll. Dhe thjesht kur çam të lumbacin pastaj që dolen ato ngjyrë blu, wow. Ishte dita më e bukur. Vazhdojmë me pyetje numër 6. Si mendon ti, a do ta lash ndonjëherë babyn vetëm pa ndihmën time? Ndoshta në njërë shumë rrë. Pse? Po, në që ti do jesh gjithmonë tu me bebin. Si mund ta laj u ti gjithmonë me ta? As ke qef ta lash vet? Apo thjesht ke merakun shumë? Po, kam edhe merakun, po... Me mish s'gatrojmë aty ku nuk s'esh fusha ime. Kësesh fusha këti. Pse fusha ime është? Unë s'jam marrë ndonjëherë dado. Po mirë me mamat merren më shumë. Dhe Po, fëmijët, mere. si sa... Nëse e di që prap do më ndihmosh, jam 100% e sigurt. Po, unë do të ndihmoj, po ti thej që ta bësh vetëm. Ndryshon. Po, bëj e vetëm ti, unë do të filmoj ty. E bëj video. Do kemi një video së shpejti, kur të lind baby, si të laj babi baby, prova. Lërë qoftë. Se e laj vetë, me kënaqësinë më të madhe. Vazhdojmë me pyetjen 7. Si mendon se do jem unë si mama? Ma përshkruaj. Si do sillesh me çunin, domethënë? Si do jem, do me thënë për kujdesjen ndaj ti. Po, Edhe sjellja. duke marrë parasysh që ti vdisje fare të kishe i çurn, tani që do e kesh, dal Zoti, tani që bie dhe shumë e përkushtuar. Mendoj. Do me thënë e mirë. Po, normal që mirë. Nëse çdo mama është e mirë për fëmijën e vet. Sidomos për çunin. Çuni po. Po, çunat janë për mamat. Ne po pranë. Çuni është i imi. E gocat janë për baballar. Po ti s'ke gocë akoma. Do thoshte ndonjë gjë apo lere më mirë. Lere më mirë, po kurse e mirë. S'donte e mirë do thoshte Anxhelo se s'ka ku të vej. Pyetja 8.
Sa kilogram mendon se ka marr? Sa ka marr, jo sa jam. Do më thënë Që nga 10 ori, po, që kur kam rënë shtatësan. mendoj se ka marrë 6 kg gjithë, 7. 6 ose 7. Aty. 7. Ka marrë 7 kg deri tani. E gjeta. Po. E pyetja 9, kemi 2 të fundit domethënë. Pyetja 9, çfarë tiparesh do doje që baby të ngjante ty dhe mua? Domethënë çfarë do që të marri nga tiparet e tua dhe nga tiparet e mia çfarë do që të marri baby jon? Nga të tua, do doja që e para gjese e obrivat e faqa ta kishte baby. Edhe veshët i kishte të vegjël. Po ti veshët e vegjël i ke. Po mirë prap, Ne kemi zërë veshët njësoj. të bëjmë qefin ty një. Po ti kem kështu. Jo. Edhe kokën që e ka dvogël. Domethënë ngjaj mua vetëm, kështu i bie. Po, tani po them disa gjëra. Kokën, veshët edhe Koka e vogël. faqen. Faqen këtu. Tjerat pasaj të ngjajnë mua, mirë. Po dhe sytë e mi, pse mos t'i marrje? Sa më të bukur se të tutë. Mashallah, mashallah. E di që të doja unë të i mjerë të baby Angelos. Të doja të i mjerë të hundën, se ka më të bukur se imja sigurisht. Dhe... A i po qesh, silent. Se e kam pak kështu me gungu këtu. Edhe kështu ma ka bërë zoti, po... Nejse, do doja që t'i ngjante Angelos nga hunda. Nga vetullat, sepse i ka të gjata shumë kështu dhe të trasha, edhe buzët, se i ka shumë të trasha dhe të bukra. Tjetër, asgjë. Dhe më ngjaj mua pastaj. Lutem Zotit mos marrë të mësyshë. Po, do dali shumë i bukur. Mezi po pres të shikoj. Fillojmë dhe me pyetjen e fundit. Sa shpejt që mbaruan këto? Vajta në fund. Po. Do më përshkruash një ditë të bukur sipas teje me mua dhe bebin. Gjumë të ditër. Gjumë gjithë ditën, se do me thënë dhe bebit fle gjumë dhe unë gjumë dhe ti gjumë edhe është ditë shumë e bukur, e? Po, perl fare. Më bukur s'ka. Nuk është ka i gjumash sa duket, jo. Po ndoshta nga që po punon të ashti dhe vape edhe i mungon gjumi. Thoj një ditë të bukur shpejt tani, se s'po më pëlqen kjo dita. Ma përshkruaj pra ditën e bukur, po pres. Po... Ja, të dalim të tres bashku me karrocë anës detit. Ngrija zërin se nuk dëgjojnë njerëzit. Të dalim të tres bashku anës detit me karrocë, të pim në gjë. Edhe se këtu moti zakonisht është gjithmonë bukur, koha është e mirë. Detin e kemi afër. Pa. Po pastaj? Pasaj të dalim të blejmë në gjë. Po una do blej. Po pos bleve ti bebi nuk bleve. Dua dhe unë. Ti e me beb se bebi. Po jam paket me bebin unë. Po, je 1+1. Po. Normale. Përfiton dhe i madhe nga i vogli. Po. Bravo. Babushi Kjo, sa i mirë. Sa po e mbaruam edhe videon, këto ishin të gjitha pyetje, do doja t'i kisha bërë më shumë pyetje, po ky i kaloi shumë shpejt. Ishin 20 pyetje të paktën. Po do ta marr prapë në intervistë, mendoj me ndonjë pyetje tjetër, por nuk e di me ça. Jam i mirë në të këtyre përgjigjesh. Po, mirë më qaf. Ty të morë. Jo. Erdha vetu. Kjo ishte video për sot dhe shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju kemi bërë sado pak për të qeshur. Dhe do të shifemi në videot e tjera. Ne tani do ikim sepse mami Angelos ka bërë makarona të skuqura për mua, ndërkohë që ne ishim duke filmuar këtu dhe unë do i kita makarona të ngrohta me djath. Ky është nepsi momentit. Dhe paktën janë gjëra të mira.
Po e mbyll pra videon, ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj për çdo koment, like dhe subscribe që më bëni. Ju puth fort nga larg edhe ju dua shumë. Mirupafshim Angelo. Mirupafshim të gjithëve. Ciao.